kur gjë mos bofsha, një parull ka me shkrujt edhe mi dal kamerës për para. Po edhe krejt jashtë komunës edhe jashtë asambles, unë e vazhdoj me dhoni kontribut. Edhe me kolegët e mi që janë drejtorat shkollave, është shumë e rëndësishme që shkollat me pas kushte të këndshme ose të përshtatshme për qëndrimin e fëmijëve, qoftë të ditën aty apo për një periudhë caktuar. Duhet me pas standard të ushqimit, duhet me pas standard të sanitarisë, duhet me pas ambiente të pastra, e kreative, e laboratore profesionale, ku fëmijët nuk njihen boring, qysh nuk mërzitën, nuk bajatoven në farforme kështu. Të ditën, po kanë aktivitetet vazhdueshme. Që kjo është një prej elementeve kryesore të funksionimit qysh duhet të një shkollës. Masnej është siguria, diçka shumë e rëndësishme për shkolla. Unë e thëmë edhe përsëriti prapë edhe me të vërtetë e thëmë me shumë krenari, që jemi shkolla ma e sigurt. Nuk kemi konkurencë sa i përket sigurisë. Kam punu shumë personalisht, kemi punu krejt realisht që fëmijët mrena shkollës me qenë të sigurt gjatë ditës, sepse janë në përgjithësinë tonë, edhe me të vërtetë kam qef me i pa që ata fëmijë që i shoh fëmijët e mi. Dhe me thonë nuk i ndaj prej fëmijëve të mi për deri sa janë në përgjithësinë temë. Po edhe një orë mas deri sa të mrinë në shpe, gjithmonë e kam një farë stresi që së më hekët që 10 vite, ka shku. Mos po ndodh diçka, mos gjatë transportit, gjatë trafikut, kështu që nëse se shohin që shto, nuk është ftirë me pas rezultat. Kam hi me shumë pozitivitet edhe normalisht pres për kraje, për shkak të kalumës temë, të mirë besoj, mendoj që njerëz kanë më për krah, po se ku kam u pozicionu në të ardhme nuk e ndi, nështë inshallah ka me pas mundësi me drejtu një dikaster që me mujt me u vrejt puna sa ma shumë, po gjithsesi, ku do që jam, po edhe krejt jashtë komunës edhe jashtë asambles, unë e vazhdoj me dhoni kontribut, edhe me kolegët e mi që janë drejtorat shkollave, po edhe në fushat tjera të shërbimet publike, kam dhoni kontribut për rreth ma shumë se një vit, në kohën kur Urani u kohën në koalicion me përparim Ramën, kam kriju shumë regulore, cilat kanë hynë funksion, cilat i kom bo prej vullnetit mirë, veç për arsye me animu qytetin tem. Profesionalisht, qash sa kom dit, edhe besoj që di bëll. Mendoj që edhe si asamblest, nuk është një pozicion i vogël. Për ju thëmë kanë herë, kur gjë mos bofsha, një parull ka me shkrujt, edhe mi dal kamerës për para, me thonë, hej, bëni diçka për fëmijët me autizëm. Hajde të bëjmë diçka për fëmijët me nevojat veçanta. Sinqerisht, unë kam edhe në familje, po kam edhe shoqni, kam edhe, qysh me thonë, porosi prej një shoqës tem që është unë për krah, së dhja ku zemja përmen emrin, po është Lorika, shoqë eme, cila ka thonë, lëmë, please, të lutem, bë diçka për fëmijët e tonë.